Ky djalë që peshin foto është një musliman e ka emrin Rahmanullah e Afganistanit. Para 3 dite i ka gjujt 2 ushtarë amerikan Washington DC, njërin çik ushtarë e ka vrarë, tjetri është në gjendje shumë tranë. Ky është interesant që ka punu për CIA në gati 10 vjet, ka shërby për ta dhe për agjenci tjera e ka konfirmu vetë CIA në Afganistan. Masi e kanë kryer misionin amerikan në Afganistan e kanë marrë ta me vete e kanë pru në Washington DC. E tjetra që po është shumë e dyshimt është që ky s'ka pas as rrjete sociale as kur gjë hiç, po 3 ditë para se me ndodh vrasja 300 herë u lyp emri i tij në Google, sipas Google, jo sipas meje e kanë qit 300 herë ja kanë lyp emrin, edhe ditën kur ka gjujt ky edhe një herë për herë të fundit u lyp emri i tij. Kështu që shumë po çuditën, po thonë çysh ka pas mundësi, kush e ka lyp emrin e tij që ka shumë. E si gjithmonë ky po thonë që edhe kur ka gjujt ka piskit Allahu Ekber, edhe këta që po piskasin Allahu Ekber gjithmonë në fund po dalin që po bashkëpunojnë me ndaj agjenci kështu. Kështu që tash ju gjykoni vetë.